I can't offer a road to heaven, and I won't, and I also don't want to beat around the bush. I think what we have heard today also signals what the challenges are. And my EU colleague has said it at the beginning. Don't look always at your neighbor. Do your homework. And I think we need also a different mindset sometimes. You know, when I hear, yesterday I spoke to a member of the outgoing government, asked, you know, there are so many issues on EU accession. And I said, you know, there's the question of visa alignment. The answer was, yeah, but Serbia doesn't do it, we don't do it. Today I read in the newspaper about, I don't know whether it's an MP or not, from the opposition, yeah, the US will intervene, you know, to solve the problem. It's probably, you know, not serious, but I think there is a price for inaction, and that's for sure. And the price is already visible. It was mentioned, no growth money, no agreements cannot be ratified, the growth agenda, the dialogue is at the standstill, uncoordinated actions, you know, will hinder further lifting of measures, and that costs money. It makes people also politically frustrated. I mean, tomorrow we have the 23rd session to try to elect a speaker. What kind of image does it give to us? I don't want to go into it anymore. Daniela said yesterday at her National Day also some words. We all do our appeals, you know, but the homework has to be done by the politicians. And I also, you had the top EU representatives here 2 weeks ago, Costa, last week, Kaja Kallas. The messages were clear. Do your homework. We have now a new setup at the EU. There is enlargement commissioner from Slovenia. There is the Estonian high representative. There is a new dialogue. No more non-recognizers. You have so-called dream team here. Use the moment. There is a window of opportunity. And the price for inaction, I mean, in this brochure, you see when you apply for membership, you know, we talk about Albania, Montenegro. Albania applied and the accession negotiations started in 22, and we, you know, talk about 29, 28, 2030, that it's possible for Albania to accede, which will also have some costs on Kosovo because it will be less frictionless when an EU member is at your door. Second thing is, I see that Serbia already applied 2014. There is a price for inaction also for Serbia, and the same goes for Kosovo. And we have not even, let's say, forwarded the membership application. So my appeal again is do your homework, use this window of opportunity, it's there. And I think all these persons I mentioned gave the message to the stakeholders, whether it's in Belgrade or here, do it, because then we can move ahead. And that would be my simple advice. And you start with forming the institutions. Thank you. The exact size of the non-Albanian communities is not really known. We don't know whether it's 5, 6, 7%, but nevertheless, it's important. Imagine if each of you, if your revenues were cut by 5, 6, 7%, you would feel it all of a sudden. You will feel that 5 or 7% is important. So I think that even in those discussions, especially in those discussions about the future, the European future of the country, non-Albanians, Serbs, might be invited, as you did, and encouraged to take part. So I have two very simple messages. The first message is Kosovo is not isolated unless it isolates itself. You are not isolated. The Quint, other EU countries have been supporting for years Kosovo. I recently read again our legal advice to the International Court of Justice in 2009, explaining why France has supported Kosovo in 1999, in 2008.
And our support is still here, German support is still here, European support is still here. You're not isolated, and Kosovo is not an island. It's in the middle of a region which itself is part of the continent. We had the meeting of the European political community in Tirana 2 weeks ago. Kosovo is part of that. So you are not isolated unless you isolate yourself. How does one isolate oneself? By just not listening to friends, by cultivating self-righteousness, by finding all good reasons not to abide by former commitments. So the plea, like Jonas done, is listen to your friends. Gaia Callas was here, Costa was here, there are regular meetings in the margin of this European political committee. There was yet again a bilateral between President Macron and President Osmani. Just listen, please, and don't think that compromise is a coarse word. E para më pajtohem fillimisht me referenca që ishte 90% e popullit të Kosovës e përkrah integrimin në Bashkimin Evropian. Kjo është indikacion që ne kemi zgjedhur Evropën. Ajo çfarë bëhet është që edhe Evropa në mënyrë pa ekuivoke na zgjedh ne. Domthonë kjo është shumë e rëndësishme. Më duhet ju rikujtoj që sa i përket statusit institucional, Kosova ka bërë një aplikim për antarësim në BE me 15 dhjetor të vitit 2022. Në lidhje me hapat që dalin nga plani I rritjes, po dhe agenda e reformës evropiane, vitin e kaluar, po dhe vitet pasuese, Kosova shquhet për përmbushjen e kriterëve që dalin nga kjo agenda. Mendoj që në zgjedhjet të cilat janë marrë me në shkurt, qytetarët e Kosovës nuk kanë votuar tërësisht për kontinuitet dhe nuk kanë votuar plotësisht për ndryshim. Në se si kam lexuar në rezultate me në shkurt. Dhe për neve si njerëz që do duhej të kenë jo kreativitet, po të kenë një çështje reale, se si të lexojmë numrat, duhet shohim se si të kalojmë këtë situatë politike në cilën jemi. Unë me tha drejtën kam pritë që lufta në Ukrainë dhe agresioni Putinit do ta rrezikon geopolitikisht Evropën, por nuk po shoh një Evropë geopolitikisht të zgjuar në Ballkan, se nuk po shoh edhe politikë konkrete të zgjerimit. Dhe shumë problemet të cilat ne kemi në rajon, në raport edhe me dialogun Kosovë-Serbi, kanë bënë me atë që zgjerimi ka mbet një retorikë e cila shpesh forcohet dhe shpesh zbutet, po në fakt nuk ka asnjë hap konkret sa i takon zgjerimin. E kam fjalën për Kosovën. Nuk e kam fjalën pra se çfarë po ndodh në raport me Shqipërinë e me Malezi, por nëse Bashkimi Evropian nuk është në gjendje për 2 vite ta trajton kërkesën e Kosovës për ta marrë statusin e kandidatit, dhe nuk kam pa një Bashkim Evropian I cili e ka trajtuar ndonjë vend ballkanik në këto 20 vitet e fundit, që dikush aplikon dhe fare nuk merret në konsiderat, fare nuk ka përgjigje, andaj që kjo ka shumë shtron pyetje për asë sa seriozisht është edhe çësia e BE-s për zgjerim. Po ne do të bëjmë punë tona të cilat janë të interesit bazik të Kosovës. Brenda në Kosovë ka pasur një dallim të madh në mes të qeverisjes për sa I përket seriozitetit ndaj integrimit evropian. E këtu ka dallim se a është vetëm retorik apo është veprim konkret. Këtu po vim tek dialogu që është shumë I rëndësishëm, një dialogu me vetë Bashkimin Evropian, po edhe pastaj ajo që ka prezantojmë tek Bashkimi Evropian. E këtu vi tek dialogu I brendshëm, se në Kosovë, nëse dëshirojmë që të arrijmë dhe të tregojmë se jemi serioz në rrugën e integrimit, ne duhet t'i plotësojmë kriteret që kanë të bëjnë me parimet demokratike, do të thënë për procesin e evropianizimit të vërtet Kosovës,
e që ka të bëj me funksionimin demokratik të institucioneve, e këtu duhet folur sot edhe për këtë krizën që e kemi në parlament, e që ka të bëj me vedijen e partive politike për sa i përket ndarjes së pushteteve. Nuk mund të jesh në pushtet dhe të komentosh raste gjyqësore, nuk mund të jesh në pushtet dhe të bësh thirrje për publike, formale për dialog, nëse dialogu vërtet nuk është i menduar si i tillë, i aplikuar për gjatë gjithë kohës, edhe nëse nuk është lënë hapësirë për partneritet në mes të akterëve politik. Dialogu nuk është vetëm formalitet, as procedurë, është më shumë përmbajtje, konsistencë, edhe është vërtet i mbështetur në argumente dhe i vërtet në esencë. E që këto janë vlera demokratike që Bashkimi Evropian edhe i ka promovuar, janë vlera evropiane, po që ne duhet të mësohemi. Me gjas është edhe ky ngërç politik do të sjellë rezultate mësime edhe për partitë politike, që retorikat edhe propaganda nuk i kontribuan një dialogimi të vërtet brenda shtetit. Vjen keq që e krejt kjo krizë edhe e dëmton edhe procesin e integrimit, i ndalon, i stagnon shumë procese të tjera. Fillimisht gjykata kushtetuese me kërkesën tonë që e munu me zgjedhje një çështje, nuk besoj që do t'jap në far përgjigje të saktë. Shkak se s'ka, rasti është i tillë. E dyta, në ato bedim që duhet me dërgu presidentja. Se nuk e tërjek, sot i Kurti nuk të ke tërjek kandidatin e vetë se për i thot opozita. Dhe në qofë se dojmë e najtë këtë interpretimin juridik, jemi të i bo, duhet me vetë pyetjen kush o ka fiton për i kësaj situatë. Qofë se mendojmë për pushtet është kryeministri, ministrat e nzyre. Në qofë se mendojmë që do të ndodhë një qeveri më e madhe me numra më të madhe dhe kjo blokadë do të jetë justifikim që pas zgjedhjeve ose pas një 5-6 muajve me thonë që se për hir të Kosovëve, të parimeve u bashkuam se do të më bëj presidentin, bëni më një herë. Ose hajde shkojmë zgjedhje më një herë. Po situata aktuale është duhet me analizuar kush o ka përfiton. Dhe unë këtu nuk po shoh në i përfitues të direkt, jam të po në i përfitues potencial, mas disa mujeve në që se bëhet një qeveri, po jo, kjo nuk është loja. Për shkak se në lojën, në fushën, ka lujtë futbol ambasadori me LDK-n edhe me qeverin. Në fushën juridike, këtu na vjen në instancë me na zgjedh këtë çështje. Nuk zgjedhet kjo, po do të marrëveshje politike, pa zotnia nuk e jek kandidatën e vetë për shkak se ne po i thojmë. Çu shto vazhdon, derisa një instancë tjetër të thotë ndryshe. Dhe një gjë qoftë se ne dojmë ardhë, opozita ka qëllim që ne unë mendoj edhe kum punu 4 vjet me ndryshu këtë qeveri, atëre duhet me dalë tek fusha, tek loja politike.